që ta diskutoj sy më sy me liderët e Bashkimit Evropian si shqetësim, do ta flasim më tutje me Enkel Rexhepin, kryetarin e Këshillit Kombëtar Shqiptar në luginën e Preshevës, që na bashkohet virtualisht. Faleminderit shumë zoti Rexhepi që jeni bashkë me ne për ta diskutuar këtë temë sot. Përshëndetje, kënaqësi është e ime. Pra, deklarata të cilat e dëgjuam edhe pak më herët nga eurodeputeti i Parlamentit Evropian nga Çekia, që thotë mjaft është mjaft. Kjo nuk është deklarata e parë, por siç duket as e fundit nga liderët e institucioneve në Serbi. Cili ishte reagimi, zoti Rexhepi? Por, kur gjuha urrejtje bëhet politik, paqja vihet në rrezik, çdo deklaratë që nxit urrejtje etnike apo që e cila glorifikon sfastrimin etik, është e papranueshme dhe realisht është një kërcënim i stabilitetit në rajon. Shqiptarët e kanë provuar mbi lëkurën e tyre pasojat politike të tilla dhe nuk do të heshtin përballë askujt, dhe ato do që të rikthejnë retorikën e viteve të erdha të Ballkanit, retorikën e Miloševićiane, të cilët edhe është kasapi i Ballkanit. Në vend të gjuhës urrejtjes, Serbia duhet të përballet me përgjegjësinë se çfarë ka ndodhur me respektimin e të drejtave elementare të cilat të shqiptarëve, sidomos të luginë Preshevë, por gjithashtu edhe duhet të kërkojë falje edhe për viktimat që kanë ndodhur në territorin e Kosovës. Gjithashtu historia ka dëshmuar se askush nuk e zhduk një popull me kërcënime. Shqiptarët kanë mbijetuar çdo herë, përpjekja për të udhëtuar do të vazhdojë të jetojë të lirë në troje e secilit popull i cili është autokton. Dhe cilat do t'jenë format të reagimit të shqiptarëve në luginën e Preshevës karshi kësaj deklarate fashiste të ministrës, e cila i bie për shkak të portofolit që mban ta vizitojnë ndonjëherë edhe Preshevën, edhe Bergjën, edhe Bujanocin po ashtu? Për ne shqiptarët e luginës së Preshevës këto deklarata janë të pritshme, sepse është duke ndodhur, realisht në Medveq është duke ndodhur, pastrimi etnik ka ndodhur, sepse janë shumë njerëz të Medvegjës janë shlyer nga regjistri civil, tani ka filluar në Preshevë dhe Bujanoc, dhe me ne shqiptarët e luginës së Preshevës kjo çështje është shumë eksakte, është në terren dhe ajo po ndodh. Por realisht kjo ministre e cila pastaj kërkoi falje, kjo nuk i ka borxh falje Vučićit. Ai ka borxh familjeve të popullit shqiptar. Kur një ministre deklaron publikisht se po të ishte një vend si Slobodan Miloševići dhe ta kishte sfatruar etnikisht Kosovën, nuk kemi të bëjmë me një lapsus, kemi të bëjmë me një mendësi që rikthen hijet e errta të politikës të viteve 90-ta, që ende vazhdojnë dhe ende